Me histori suksesi, me histori misie nga ato që janë për të patur zili dhe nga ato që të mbushin jetën. Në fakt, do t'jemi gjatë ditës së sotme në nisje të fundjavës, por edhe në vigjilje të festave që aq shumë do t'i kishin festuar në një situatë tjetër. Gjithsesi, do të festojmë së bashku. Jemi në ngjyra kuqezi dhe në atmosferën e ngrohtë të nëntorit këtu në ftesë në 5. Me të ftuarën e parë tani mbas prezantimit. Ajo është zyrtarisht vajza më e bukur e Shqipërisë. Është fjala për Paula Mehmetukaj, bukurosha 22 vjeçare që do të përfaqësojë vendin tonë në Miss Universal 2021, konkursi i përvitshëm i bukurisë që këtë herë pritet të mbahet në 3 muajt e parë të vitit të ri. Edhe pse s'ka asnjë lidhje me modelingun, Paula ja doli të tërishte vëmendjen e të gjithëve me pamjen e veçantë, ku shpeshherë tiparet e saj i kanë krahasuar me ato aziatike. Por përpos dritave të bukura të skenës, veshjeve me xhiza e buzëqeshjes para çdo shkrepje fotografike, ky rrugtim nuk ka nisur lehtë për të. Për herë të parë, Paula është gati të ndajë të fshehtat e këtij vendimi që nuk i sollën vetëm kurorën, por shumë miq, ndjekës, komentues e mbi të gjitha, më në fund një llogari në Instagram. Jeni kurioz për jetën private? Ka një surprizë edhe në këtë pjesë. E bukura e shqiptarëve, Paula Mehmetukaj. Mirë se vjen, Paula. Zakonisht miseve udhërohen lule. Po të udhëroj unë ty. Faleminderit shumë të bukura. Edhe më pëlqen që ndërkohë dhe ne të dyja që kemi kombinuar, kuqezi sot. Faleminderit. Ulu të lutem, ndërkohë që edhe unë i lë lulet këtu. Më e bukura e Shqipërisë. Ti e ndjen veten të tillë? Jo, më e bukura, unë jam një vajzë që përfaqësoj gjithë vajzat e bukura të Shqipërisë. Nga një vajzë që po studion për tjetër gjë në një aventurë drejt një misi. Pse? Ndodhi shumë spontanisht, një ditë unë vendosa që do bëja një ndryshim në jetën time. Pash një banner ku thuaj që ishte dita e fundit e audicioneve për Miss Universal Albania 2020. Atë moment thash, unë do ta bëj këtë gjë dhe unë do t'i shkoj deri në fund. Thash do bëhem Miss. Do më thënë tim në kokën tënde e ndave mendje që do t'ishe dhe fituesja. Po, thash, unë do bëhem Miss këtë vit, kam nevojë për një ndryshim, do ta bëj këtë gjë. Thash do marr pjesë, pse jo? Dhe në fakt ashtu ndodhi, sa mirë bëra që i shkova deri në fund kësaj gjë. Sa mirë që duhej ky ndryshimi. Po pse duhej një ndryshim në jetën tënde? Ndryshim dhe vendosmëri do thoja unë, të dyja bashk. Kush ishte pro? Pjesëmarrjes. Askush. Kush ishte kundër? Të gjithë. Të gjithë. Pasi në Shqipërinë e dim që të marrit pjesë në një kompeticion bukurie dhe të qenurit Miss paragjykohet, edhe pse unë tani jam para kamerave, ky është një realitet që ne duhet ta themi. Akoma në Shqipërinë jemi në atë stad ku kur ti thua që jam Miss apo kur thua që unë do marr pjesë në një kompeticion bukurie, njerëzit thonë pse ti nuk ke nevojë për diçka të tillë. Që ta konfirmosh bukurinë tënde. Po. Edhe mami ishte kundër? Mami nuk donte të ndërhynte, them drejtën. Mendonte donte të ishte ajo që një pjesëmarrëse vet. Ti e di. Në një konkurs bukurie. Po, e vërtet vet. Por që mendoj që shumë mirë bëra dhe po ta ktheja kohën pas, prap do bëja të njëjtën gjë sepse mendoj që ja arrita asaj që desha. Patjetër ka hapur ndonjë derë, po themi? Po, në fakt unë kam qenë një njerëz pa rrjete sociale prej gati 7-8 vitesh. Dhe të hapurit një rjetë social, të shpallurit Miss Universal Albania 2020 ishte një presion shumë i madhë për mua, por që sigurisht që po më ka hapur shumë dyer edhe tani jam në një stad tjetër tjesishëm për mua. Po brenda familjes, me kë je më e lidhur, dikush që e ke kështu pik të dobët? Unë jam fëmijë vetëm, Bjeta, dhe si një fëmijë vetëm, të gjithë duan të lastojnë, të gjithë kalojnë kohë me mua, por unë jam rritur nga gjyshja ime. Sigurisht mami dhe babi ka një rol shumë të rëndësishëm në jetën time. Gjysha për mua është një pikë kyçe, do thoja unë, ajo më ka dhënë vlera shumë të mëdha, por mbi të gjitha më ka mësuar dhe më ka edukuar për qenë një njerëz human. Mendoj që është një parim që nuk ka nevojë për shumë fjalë. Gjyshet mund të të mësojnë, po themi, këto vlera.
të ka përshëndetur sot, na ka dërguar një video mesazh për ty. Ta ndjekim? E çojmë. Përshëndetje Bjeta, përshëndetje gjithëve. Dua t'i jap Paula sot një mesazh. Jam shumë e lumtur që mbesa ime Paula fitoi Miss Universi. Ky është një gëzim për mua si gjyshe sepse jam munduar ta edukoj që kur ka qenë e vogël, nuk ka vetëm misin, po ka shkollën, ka edukatën, ka dashurinë, ka sjelljen. Ajo është kujdesur gjithmonë për mua, për veshje, për shëndetin tim, për gjithçka. Është një vajzë e shkëlqyer dhe jam shumë e lumtur që Paula sot ka arritur deri këtu. Paula duhet të di që ka një punë shumë të madhe përpara. Jo është shumë suksese nga zëma e gjyshes. Të puth shumë Paula. E pesa e mirë ishte? Dy dashurit e tua, edhe gjyshja, edhe Toto. Toto, e ka emrin, Toto. Sa bukur pas keni bërë kërkime. Po, patjetër. Që në keni mirë informuar. Patjetër. Gjyshja është, po, me kërkesa mu duk, gjithsesi, do në që ka rrugë për para, dhe më prapë të shtron të këshu. E bindur. Serioze. Tani, në disa situata, Paula, po, apo jo. Tani që u bëra Miss, nuk dal asnjëherë në lagje pa make-up dhe në gjendje në kushtet e shtëpisë, po themi, si që jam në shtëpi. Jo, dal pa make-up gjithkohon. Në përditshmërinë time jam pa make-up. Pa make-up, vërtet. Po, jo vetëm lagje, po ndonjëherë edhe kur bëj ndonjë takim pune, shkoj pa make-up. Nuk e ndjen të nevojshme tani që duhet paraqiter si Jo, misi. sepse mendoj që make-upi nuk më shkon. Vërtet. Mendoj që jam më rehate dhe më mirë ashtu. Fakt edhe unë mendoj që ti je shumë e bukur, edhe besoj edhe kështu natyrale duhet të jesh shumë edhe më e bukur akoma. Te syt, se po të vëre gjatë gjithë kohës, të kanë krahasuar edhe me Miss Indonezin. Me Miss Indonezin, ja. Si u ndjeve? Me njëherë sa po unë postova fotot pas Missit, pati një reagim shumë të madh nga mediat indoneziane, ku bënin krahasime ndryshme, portretesh, video, shumë detajist. Dhe me thënë drejtën më erdhi mirë, sepse Federica është një ndër miset që ka lënë një impaktin tepër të mirë dhe tepër pozitiv në Miss Universe. Ajo ka qenë një person shumë i dashur për vendin e saj dhe ka arritur deri në top 10-që. Dhe të them drejtën mirë u ndjeva. Këta sy nga i ke? Mami apo babi nga? Unë i kam nga Xhaja këto sy. Nga Xhaxhai. Po, Xhaja imi ka sy të shumë me bisht. Edhe mendoj që i kam nga ai. Nuk kanë. Tani që u bëra Miss, postimet në rrjetet sociale janë më të shumta, po ashtu edhe filtrat në për foto. Postimet janë më të shumta, por filtrat jo, do thoja. Pra, po dhe jo. Po dhe jo. Çfarë mundosh? Nuk mundosh ti korrigjosh vetes në një gjë? Po, sigurisht që po, filtrat gjithë i përdorim. Nuk ka njëri besoj sot me kaq shumë filtra sa ne shohim në Instagram dita ditës që mos t'i përdorim, mos t'i provoj, mos ta gjej atë filtrin e vet ku është më mirë. Por që i përdorim, po i përdorim. Okej, tani që u bëra Miss, është shtuar xhelozia në shoqëri. Nga vajzat paragjykohen vetëm si vajzë e bukur. Po. Kjo është pak e vërtet. është, sepse ne jemi një vend, le të themi që akoma nuk e kemi në atë stad, sikurse unë e lartë përmenda pak më sipër, ne akoma e paralelizojmë Missin me qenurit modele. Por në fakt janë dy gjëra të kundërta dhe nuk kanë shumë të përbashkëta. Si qenurit Miss do të kesh një masht, përfaqësosh kauza, ti jesh një zë për komunitetin. Ne kemi shumë vajza modele që kanë arritur maja, do thoja unë, dhe na kanë bërë gjithve të jemi krenar. Por Missi dhe modelja nuk janë një njëjta gjë. Për shumë, çfarë po bën ti si Miss, për shumë, për të kuptuar diferencën? Në këtë moment, unë jam drejt finalizimit të një fondacioni. Shpresoj shumë dhe besoj fort e kjo gjëja, jam përkushtuar edhe po punoj fort që të arrij atë gjë që unë dua, sigurisht me mbështetje të miqve, të njerëzve rreth meje. Një fondacion për çfarë? Një fondacion për komunitetin tim, për gjitha problematikat që ne kemi, duke filluar nga fëmijët me probleme nga më të ndryshmet, tek shtresa e tretë, që sidomos tani nga Covid janë tepër të prekur dhe ka nevojë më shumë se kurrë për ne. Pra për probleme aktuale dhe shumë thjeshta. Nuk do jetë një fondacion wow, sepse unë nuk mund ta bëj vetë me një gjë të tillë, por me mundësitë që unë kam, unë mendoj që do bëj më të mirën. Pra ideja është që të grumbullosh të ardhurat që pastaj ti çosh në ndihmë të këtyre grupeve në nevojë. Sigurisht që po, mendoj që është një gjë minimaliste, nuk do jetë diçka wow, sepse normalisht gjërat mirë.
E rëndësishme është iniciativa Po, njërë. iniciativa ime mendoj që është... Në situatën e fundit, Paula, tani që u bëra mis, e kam të ndaluar nga mami, ta teproj me alkolin, ëmbëlsirat apo ushqimet e pashëndetshme. Dhe themi mamin duke i thirrur eksperiencës, pjesëmarrëse në misa ajo vetë gjithashtu. Jo për të mburur, por jam një person që vërtet nuk kam konsumuar alkol, nuk më pëlqen alkoli dhe nuk e kam konsumuar pothuajse kurrë. Dhe për sa i përket ëmbëlsirave, gjatë misit pata një, para misit më saktë, pata një përgatitje tepër të tmerrshme, do thoja unë, shmanga çdo ëmbëlsirë, patetin, këto gjëra totalisht. Kalova në një dietë ekstremiste, ra shumë në peshë, saj që mu desh një periudhë pas misit të rikuperoja ato kile. Sa kilogram humbe? Humba rreth 10 kilogram. 10 kilogram nga tani? Nga tani, po. Po, shkova... Ku të pas ka gjëndruar shpirti, Po, kalova në ekstreme dhe sa keq bëra që kalova në ato ekstreme, sepse sot pendohem edhe them që s'ishte nevojshme, sot u detyrova të marr ato kile, edhe për qënë më në formë. Po, besoj që me fustanet nuk e patur problemin që me zorë të të mbërthejnë gjatë misin, ke patur problemin që të rinin të gjërë, kam i den. Po. Ka patur në incident? Incident nuk ka patur, por për shkak të pandemisë, kurse e di misi këtë vit u zhvillua në një ambient hapur, dhe si tillë ne duhet zbrisim rreth 13 shkallë, cilat ishin tepër të ngushta, për të arritur në skenë dhe për të sfiluar, dhe ato shkallët vjeta i kisha shumë siklet. I kisha siklet sepse duke qenë dhe fustani i gjatë, shkallët ishin të ngushta dhe me thënë mbaj më në finale, njerëzit kishin filluar që të vinin dhe të ulnin dhe unë dilja me ato flokët e pambaruara dhe bëja provat të shkallët. Por që fatmirësisht nuk patja. Nuk ndodhin. Jo, nuk ndodhin, shqyr zotin. Tani e duke u përgatitur për Miss Universal. Ku konsistojnë përgatitjet për në një Miss tjetër prap në këto dietat ekstreme? Jo, unë të paktën nuk do kaloj më ta ato dieta, e provova dhe pash që kjo gjë më rezultoi jo efektive tek vetja ime, pash që më shkonte më shumë vetja kështu siç jam tani. Dhe e vetmja përgatitje do t'jenë kauza, do jenë komuniteti, do jetë ndihmesa e njerëzve të ndryshëm në nevojë sigurisht, edhe për shkak të pandemisë jemi në një situatë që çdo kush nga ne ka nevojë, sikur edhe vetëm për njohuri. Dhe përgatitja konsiston në fustanet, në fustanin e mbrëmjes, në fustanin tradicional. Pra gjithë përfaqësimi që kërkon një angazhim, kërkon përgatitje, fustanet duhet filluar që tani të stilohen, që të arrim në një përfundim sa më të mirë dhe në një përfaqësim sa më të denjë të Shqipërisë. Të Shqipërisë. Dhe fundit me Miss Kosovën, jeni Mikesha apo rivale të bukurisë shqiptare? Jo, rivale, jo vetëm me Blertën, po me askënd. Jemi Mikesha, kontaktojmë her pas here, flasim për fustanet, për sfilata, për gjërat ndryshme, pasi me Blertën do kemi një rrugtim shumë gjatë. Dhe shpresoj të suksesshëm. Shpresoj sa më mbar. Edhe uroj që pse jo të kthesh me kurorën e Miss Universal. Faleminderit Paula, të dëshiroj gjithë të mirat. Shkoj me njerë në publicitet, pas pak në pjesën e dytë do t'jemi me atë misin që e përmenda në fillim të emisionit, nga ato misi shumë vjeçare për t'u patur zili mes dy personave të njohur. Njëra është Mikesha e emisionit, e përmendën në fakt edhe dje Olesian, ndërsa ishim me doktorin, me kirurgun plastik, Olesja Leçën, shpresoj që nuk i kam vetur hatri, po fakti që ka ardhur e tregon këtë gjë, dhe me mikun e saj më të mirë, Gzim Myshketa, një emër që e ka nderuar kaq shumë artin dhe vendin ton, por pak pas kemi ditur për misin rreth tyre, pas pak.